Viti i ri në vend u prit siç e do tradita me spektakël fishek zjarresh dhe atmosferë festive. Qytetarët e të gjitha qyteteve sfiduan temperatura teje të ulta duke dalë në rrugë për të festuar. Ata preferuan të mblidhen në sheshe, ku ndoqën nga afër spektaklin e fishek zjarreve dhe ndan emocionet e ndërrimit të viteve. Në Fier, ndërrimi i viteve u shënua me një mega spektakël fishek zjarresh në qendër të qytetit. Qelli u ndriçua për disa minuta radhazi, ndërsa sheshi u mbush plot e përplot me qytetarë të çdo moshe, të cilët kishin dalë për të festuar së bashku këtë moment të veçantë. Atmosfera festive dhe entuziazmi i të pranishmëve e kthyen qendrën e Fierit në pikën kryesore të festimeve. Durrësi e priti vitin e ri në një atmosferë mjaft të bukur dhe festive. Qendra e qytetit u mbush me qytetarë dhe vizitorë të cilët festuan ndërrimin e viteve mes dritave, muzikës dhe spektaklit të fishek zjarreve. Në Gjirokastër, festimet u përqendruan pranë Kalas, ku u zhvillua dhe spektakli i fishek zjarreve. Pamja e qytetit të ndriçuar nga fishek zjarret në hijen e Kalas historike krijoi një atmosferë magjike, ndërsa qytetarë të shumtë u mblodhën për të festuar së bashku ndërrimin e viteve. Korça ishte një nga qytetet me pjesëmarrjen e madhe të qytetarëve në festimet e vitit të ri. Sheshi u mbush me shumë njerëz duke krijuar një atmosferë festive. Muzika, drita dhe spektakli i fishek zjarreve e kthyen natën e ndërrimit të viteve në një festë të madhe, të shoqëruar me gëzim dhe entuziazëm të jashtëzakonshëm. Në Vlorë, festa nisi me një koncert të organizuar në qendër të qytetit, ku qytetarët u mblodhën për të shijuar muzikën dhe atmosferën festive. Pas mesnate, spektakli i fishek zjarreve në shesh solli kulmin e festimeve, duke mbledhur edhe më shumë qytetarë që ndoqën nga afër ndriçimin e qiellit dhe festuan ardhjen e vitit të ri.
Festimet në të gjitha qytetet treguan edhe një herë dëshirën e qytetarëve për ta pritur vitin e ri së bashku, duke ndarë momente gëzimi dhe shprese për një vit sa më të mbar.